Japrakët sot do t'i mbushim me sallam. Kemi marrë një pjesë sallami, e presim në rrota dhe në pjesë të vogla. Me gjizë edhe me biber të zi. I presim sallamin në pjesë të vogla. Kemi përfunduar së preri sallamin në pjesë të vogla. E edhim një kup. Edhim në të dhe gjizë. Luajmë pak piper të zi. E bashkojmë së bashku. Mbushim gjethet e rushit. Vazhdojmë, mbushim gjethet e rushit me sallam edhe me gjizë. Tani vazhdojmë i mbledhim japrakët, si japrakët e tjerë, duke mbledhur ansoret dhe duke i mbështjellë në formë ruli në mes. I kemi mbledhur dorën e parë të japrakëve me gjizë edhe me sallam. Tani marrim dhe shtrojmë në tenxhere. Kemi shtruar shtresën e parë. Tani i vëmë edhe një gjetje të madhe japraku për t'i mbuluar dhe vazhdojmë i rreshtojmë edhe shtresën e dytë. I rreshtojmë në tenxhere të gjithë japrakët. E kemi përfunduar dhe shtresën e dytë. Tani e mbulojmë dhe me gjete. I edhim pak vaj. Edhim dhe një gjysmë kote me ujë. Shtrydhim dhe një gjysmë limoni. I vëmë një pjatë të vogël për mbus që të të ngrije, vëmë kapakun dhe i vëmë në zjarr për rreth 15-20 minuta. Japrakët kanë përfunduar së zieri, i fikim, i lëmë të ftohen dhe i servirim në pjatancë. I kemi servirur në pjatancë japrakët tanë. Kjo ishte menuja jonë për sot. Ju bëftë të mirë.